Tjetër pengesë që është, menoj, strukturore dhe këtu kemi problem të gjithë një si qytetarë të Kosovës është bërlogu. Ne jemi kogja shumë bërlogjin dhe kjo është problem shumë i madhë strukturor që duhet me bati qka institucionet, komunat, shteti. Për fatë ke që hasim edhe në lokalitete arkeologjike, hasim personalisht në liçenin e Jazhinxës. Kujtoj një dy thasme, kanë vetë edhe një shumë të tjerë që funit atje i dërgojnë njerë që e quajnë vetën alpinist, njerë që e quajnë vetën dashamir të trashëgimisë kulturore. Këtu mungon një edukim gogja prej klasës parës dhe prej kopshtit. Për një edukim ekologjik në këtë aspekt, sepse edhe lokalitetet tjera mbushën bërlog, njerëzit qytetarët me kjerë, me kamiona. Sa e dëmton imazhin tonë si vend, me gjithë këtë pasuri, ka shi turistëve të huaj, se kemi shumë turistë edhe në vendin tonë. Rritja, numri i turistëve është duke u rritë me të madhe, sepse janë kuadër kësaj paketës balkanike, Shqipëri, Malzi e tjera, por turistët kthehen nëse shohin diçka të mirë dhe quajnë fjalën tej, por bërlogu është, si më thonë, pengesa e parë, ajo ndjenja për me lidhë me atë fjallin e dramës që u tha ma eret e gërdis kryesore. Një pjesë të realitetit tonë. Një pjesë të realitetit. Po me gjitha të, unë mendoj që njohja me mirë dhe vizitat ma të shpeshta, pas ta e mundësojnë edhe ngrisin vedijen dhe kërkesat dhe bëhet ma shumë trysni të institucionet, po edhe të ne të gjithë, sepse ne dim shpesher dona edhe me i fajsu institucionet. Unë konsideroj që është faj të familjet. Unë edhe institucionit i fajsoj kur kanë faj. Por, ne duhet nisemi prej veti. Nëse e mbajmë u burin e shtëpis mirë, profesor, pëse të mos e mbajmë edhe rrugën ku jetojmë të. Absolutisht. Kjo është një tem tjetër që po dalim nga tema në tem, por që ja humbë madhështin, bukurin dhe gjithë shka tjetër kësaj Kosovës sonë të vogël, po jashtë zakonisht të pasur në shumë aspekte.